Ju ka rënë celulari në ujë, ekspertët tregojnë se ç'duhet të bëni. Nëse celulari juaj ka rënë ndonjëherë në ujë, nuk jeni i vetmit. Sipas Science Alert, deri në 25% e përdoruesve të smartphone-it janë përballur me këtë problem. Për fat të mirë, kjo nuk do të thotë që telefoni juaj nuk mund të riparohet, ekspertët këshillojnë të ndiqni këto hapa. Si fillim, e thikni menjëherë pajisjen. Nëse celulari juaj është i papërshkrueshëm nga uji ose keni derdhur ndonjë lëng tjetër përveç ujit, ekspertët rekomandojnë ta shplani me ujë të pastër dhe jo direkt në robinet pasi mund të dëmtohet. Fshini mirë celularin me peshqir ose me një leckë të butë. Shkundeni butësisht për të kulluar ujin. Hiqni kartën SIM. Mos e thani celularin pasi nxehtësia mund ta dëmtojë. E ruani celularin në një enë hermetike të mbushur me pako me xhel silic. Mos e karikoni celularin derisa të jetë i sigurt dhe i thatë plotësisht. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për ta mbajtur atë të mbrojtur edhe nga dëmtimi i përhershëm.